Gonzalo. Dear Prime Minister, dear Minister, Kryeministër, dashur ministër, dear mayors, të dashur kryetar bashkisë, në veçanti Emiriana, faleminderit shumë. Në fakt më duket pak si déjà vu sot, sepse ishim në Durrës edhe javën e shkuar, së bashku me kryeministrin, dhe aty u riçel Muzeu Arkeologjik, që është në fakt një thesar në vetvete i projektit BE-ja për trashëgiminë kulturore. Dhe javën e shkuar, në fakt, unë ju thash të gjithëve që ai është një nga programet që unë preferoj më shumë, ndërkohë që sot do t'ju them që edhe BE-ja për bashkitë është projekti im shumë i preferuar dhe i treti që ta dim është BE-ja për shkollat. Arsyeja sepse më pëlqen projekti apo programi BE-ja për bashkitë është sepse i vendos qytetarët dhe vetë bashkitë në thelb dhe në qendër të rrugtimit të Shqipërisë drejt BE-s, por edhe për një arsye tjetër, sepse unë nuk jam ndonjë fan shumë i madh i strategjive, dokumenteve, letrave, ndërkohë që ky program është shumë i prekshëm, sjell përfitime të prekshme në nivel vendor, sepse këtu shndërrohen politikat në përmirësime të vërteta për jetën e qytetarëve. Dhe në të gjithë Bashkimin Evropian, autoritetet vendore dhe rajonale janë ato që i kthejnë ligjet, reformat, investimet në vepra. Dhe sigurisht nuk është tashmë sekret që 70%, më shumë se 70% e gjithë rregulloreve, direktivave, legjislacionit Bashkimit Evropian do të vihet në zbatim në terren, pra në bashki. Pra është një bashkitje anura lidhëse mes qytetarëve dhe Evropës. Kështu që prandaj janë kaq të rëndësishme vetë bashkitë. Pra roli juaj dhe partneriteti ynë është shumë i rëndësishëm. Atëherë, për këtë punë na duhet edhe ky partneritet i vërtet ndërmjet qeverisjes vendore, asaj qendrore, ku idetë, përgjegjësitë dhe zgjidhjet rrjedhin në të dyja kahet, si nga poshtë lart ashtu edhe nga lart poshtë. Rrugtimi evropian i Shqipërisë nuk zhvillohet vetëm në Bruksel, pra apo në Tiranë. Ai duhet të përqafohet dhe të përjetohet në çdo bashki të Shqipërisë. Prandaj, programi BE-ja për bashkitë synon që të sigurojë që qeverisja vendore të mos jetë thjesht vëzhguese e këtij procesi, por të jetë partner aktiv në formësimin e së ardhmes europiane të Shqipërisë. Ky projekt bashkon në fakt një partneritet të fortë e të përkushtuar mes një sër aktorësh. Në nivelin qendror, sigurisht Ministrinë e Shtetit për Pushtetin Vendor dhe Agjencinë e saj, por edhe shoqatën kombëtare të bashkive të Shqipërisë dhe rrjetin e shoqatave të autoriteteve vendore të Europës Juglindore, në alasin të cilët i falenderoj për angazhimin e tyre, por edhe miqtan nga Gizi, si edhe vetë bashkitë. Atëherë Emiriana tashmë e përmendi pak a shumë se çfarë është ky program dhe që do të ofrojë rezultate në bazë të 3 prioriteteve kryesore. E para dhe më kryesorja janë shërbime dhe infrastrukturë më e mirë për qytetarët. Dhe në fakt, gjatë muajve të parë të mandatit tim në Shqipëri, unë shkova në disa projekte që ishin financuar nga vetë ky program dhe ishte mrekullueshme tek shihja se pak fonde mund të sjellin vërtet përmirësime për jetën e qytetarëve. E dyta është zhvillimi ekonomik vendor, i cili mbështet çdo cep të Shqipërisë. Dhe i treti është fakti që të ketë institucione më të forta dhe më transparente, sepse qeverisja e mirë nis me besimin. Sigurisht që ne duam që këtë punë që do ta bëjmë tani ta bazojmë tek sukseset e mëparshme, me një fuqizim të qasjes të mësuarit nëpërmjet praktikës. Pra, bashkitë e vogla do të vendosen të para me anën e mbështetjes së përkushtuar ndaj tyre, sepse asnjë bashki nuk duhet të mbetet pas, pra ne duam që të sigurohemi që çdo bashki në territorin e Shqipërisë të ketë qansje në këtë program. Gjithashtu dëshirojmë të krijojmë një qendër njohurish për të ndarë praktikat më të mira dhe për të ndihmuar që çdo bashki të arrijë të përfitojë nga mundësitë e BE-s që e BE-ja. Dhe jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen,
kur Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian, pra në mënyrë që edhe ju të arrini të përfitoni të gjitha fondet e mundshme të Bashkimit Evropian. Gjithashtu ne dëshirojmë që zgjidhjet të përshtasim me nevojat përkatëse, sepse nuk mund të ketë një formulë për të gjithë, pasi sfidat me të cilat përballeni ju në Durrës, Tiranë, Kukës apo Përmet ndryshojnë nga njëra tjetra. Prandaj ne na duhet që të kemi një qasje e cila i përshtatet nevojave tuaja. Dhe së fundmi, ne dëshirojmë që të nxisim bashkëpunimin ndërbashkiak, pasi duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, edhe ndikimi që ju do të jepni do të jetë shumë thjeshtë. Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme edhe puna e Komisionit për Reformën Territoriale dhe Administrative. Kjo për shkak se procesi i reformave duhet të udhëhiqet nga sfidat territoriale, pra nga një analizë që ekziston, pra duke parë që të ketë një ekuilibër ndërmjet përfaqësimit të duhur demokratik, barazisë në qasjen ndaj shërbimeve dhe eficiencës. Pra ky proces është një mundësi unike për të reduktuar në mënyrë efektive pabarazitë territoriale dhe për të zhbllokuar seriozisht dhe plotësisht potencialin zhvillimor të gjitha territoreve dhe komuniteteve në vend. Dhe në javët në vijim, ekipi im, të cilët me qëra fjana dëshiroj të falenderoj, do të jetë në terren duke promovuar projektin në Mirdit, Korçë dhe Himar. Do të jetë një mundësi e mirë kjo që ne të angazhohemi aktivisht me ju dhe unë ju bëj thirrje që të mësoni nga njëri tjetri, të ndërtoni partneritete, të zhvilloni projekte të forta dhe të mendoni me kujdes se si të adresojnë sa më mirë nevojat vendore, veçanërisht se si të krijohen mundësi që të rinjt shqiptar të qëndrojnë, të lulëzojnë në Shqipëri ose të rikthehen më pas në Shqipëri. Faleminderit për mbështetjen tuaj dhe suksese sot. Thank you, Mr. Gonzato. Bashkimi Evropian ka qenë dhe mbetet mbështetës i rëndësishëm i Shqipërisë, po ashtu Gjermania është partner i rëndësishëm i Shqipërisë në mbështetjen e reformave, forcimin institucional dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel vendor dhe kombëtar. Kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij përshëndetëse zotin Thilo Schröter, zëvendës ambasador i Gjermanisë në Shqipëri. The Prime Minister, Minister Demo, Minister Zotë Dema, të nderuar kryetar bashkie, i nderuar Silvio, është kënaqësi të jem në Durrës sot, një qytet i cili ka një histori të krenare që e ka lidhur për shumë kohë Shqipërinë me Evropën. Sot, me këtë aktivitet ne mund të rikonfirmojmë këtë lidhje në një mënyrë shumë konkrete, përmes fuqizimit të bashkive si partner në procesin e adherimit në Bashkimin Evropian. Integrimi në BE nuk, siç e tha edhe Silvio në fakt, nuk ndodh në bashki, por edhe në qytete. Pra, bashkitë janë zemër të Shqipërisë, ku politikat bëhen realitet, aty ku përvojat e qytetarëve shijohen përmes reformave dhe ku politikat e BE-s dhe akia e BE-s kthehen në rezultate të prekshme. Përmes bashkive, të cilat duhet fuqizohen për të planifikuar investuar në infrastrukturë të qëndrueshme, sigurisht edhe për të ofruar në mënyrë efikase shërbimet. Ky është momenti ku ndërhyn dhe hyn në lojë projekti BE për bashkitë, i cili është projektuar për të mbështetur bashkitë të cilat duhet jenë më të forta dhe për të forcuar kapacitetet institucionale dhe për ofrimin më efikas të shërbimeve në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme për qytetarët dhe për të mundësuar aksesin në projektet e financuara nga BE-a. Qeveria gjermane është shumë e lumtur dhe krenare të ofrojë 1 milion euro në bashkëfinancim për këtë projekt shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Sigurisht që Gjermania është një shtat federal dhe mund ta dini që me bashkitë e forta jurisdiksionale ne jemi shumë të bindur që qeveritë e forta lokale janë kyçe për zhvillimin dhe sigurisht për ofrimin e shërbimeve efikase publike. Ato nxisin zhvillimin ekonomik dhe sjellin vendimarrjen më afër qytetarëve. Unë vi nga Bremeni, i cili është një qytet-shtet i cili ka qenë sigurisht qeveri federale për shumë vite dhe qytetet jo gjithmonë janë të lehta për tu menaxhuar, por në një njëjtën kohë jam e bindur që
inovacioni dhe forca qëndron në themelin e gjithë kombit. BE për Bashkitë mbështetet dhe plotëson angazhimin afatgjatë të Gjermanisë në Shqipëri në sektor si transporti, uji, veprimi për klimën me transporti, pra ne sigurisht që duhet të kemi bashki të forta për një zbatim shumë të suksesshëm. Bet fjala BE për Bashkitë është shumë e rëndësishme në kontekstin e planeve për reformën territoriale. Çdo reformë duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe mirë përgatitur me qëllimin për të forcuar bashkitë, për të përmirësuar efikasitetin dhe ofrimin e shërbimeve dhe për të ndërtuar struktura të forta të qeverisë vendore që mund të rrisin pjesëmarrjen demokratike